Tani do të jemi në lidhje direkte me Akil Osmanin, i cili do të na tregoj pak se si do jetë moti për muajin ngusht. Akil, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Atëherë nisim pak me parashikimin e motit të muajit gusht. Si pritet të jetë gushti? Në fakt, gushti në ndryshim nga vitet e kaluara pritet që të jetë mjaft më i nxehtë, pasi pritet që valet e të nxehtit, të cilat do të jenë të paktën në 15 ditëshin e parë të jenë mjaft intensive, të zgjasin në kohë, po ashtu të sjellin temperatura të larta. Presim maksimumin e këtë 15 ditësh që të kemi shumë pranë vlerave 42 gradë Celsius në qarqet e Elbasanit dhe të Beratit, pse jo dhe lehtësisht të kalojë kjo vlerë, por jo vetëm, pothuajse gjithë udhësira perëndimore do të përjetojnë temperatura të larta her pas here kur të kemi momentet e kulmit të valëve të nxehtit. Në ndryshim nga 15 ditë që i parë, 15 ditë që pritet të sjellin dhe një rënje të lehtë të temperaturave të ajrit, ku më ndjeshme do të jetë në 10 ditëshin e fundit të këtij muaji, ku ka sinjale që të kemi prezente edhe rebeshet e shtytë. Rebeshet të cilat si fillim janë kryesisht të lokalizuara në zonat malore dhe më pas pritet që her pas here të shfaqen edhe në qytetet e zonës së ulët të rreshtit, kryesisht do të jenë në formën e rebesheve që do të zgjasin nga 10 dhe në 20 minuta. Këto janë sinjalet që momentalisht kemi për muajin ngusht, pa do të jetë një gusht i cili do të jetë mjaft. Fundjavat si do të jenë? Pritet të ketë rreshje? Nëse flasim për këtë fundjavë, pritet që të paktën të jetë ndikimi e temperaturave ekstremisht të larta pasi vala e të nxehtit që ka nisur gradualisht do të futet më në brendësi të rajonit të Ballkanit, duke bërë që edhe territori shqiptar gradualisht të jetë ndikimin e kësaj vale të nxehtit dhe të jetë më në brendësi, mos qëndrojë në periferi, pasi mesdita sot me ka regjistruar maksimumet të cilat janë jo më shumë se 38 apo 39 gradë Celsius, duke vijuar nga mesjava dhe në vijim do të kemi rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që edhe përgjatë fundjavës në vendin tonë të përjetojnë temperatura mbi 40 gradë Celsius në një pjesë të mirë të qyteteve të zonës së ulët, duke përfshirë Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, Beratin dhe Gjirokastrën. Po ashtu, vija predetare do të jetë me temperatura të larta, duke filluar që nga dita e hënë ka nisur me temperatura të larta, por rritja do të vijojë edhe përgjatë ditëve vijuese, duke bërë që maksimumet të paktën përgjatë fundjavës në vijën predetare të luhaten nga 36 dhe shumë pranë vlerave 39 gradë Celsius. Nëse flasim për kushtet atmosferike, do të kemi një mod kryesisht në pjesën më të madhe të territorit shqiptar në zotërimin e modit të qëndrueshëm, të gjitha ata të cilët janë drejtuar drejt vijës predetare përgjatë kësaj fundjave që vjen për territorin shqiptar, pritet që të kenë kryesisht të qëndrueshëm me intervale të gjata me diell, temperatura të larta. Nëse flasim pastaj për të gjitha ata të cilët do duan temperatura më komode, janë kryesisht zonat veri lindore dhe juglindja e territorit shqiptar, ku temperatura të ajrit aty luhatet edhe vlerës 35 apo 36 gradë Celsius maksimumet në orët e mesditës. Në veri lindje të territorit shqiptar ka sinjale që përgjatë kësaj fundjave her pas here të kemi rebeshe të izoluara shiu, janë rebeshe të cilat zgjasin nga 10 dhe në 15 minuta dhe sigurisht në momentin kur kemi këto rebeshe shiu, her pas here në zonat e izoluara në verilinjet të territorit shqiptar shfaqen edhe rreshtet në formën e breshit, që në fakt në rreshtet e shiut i duam në kohë, por rreshtet në formën e breshit sjellin edhe dëme në frutikulturë. Shumica e personave pushimet i lënë për t'i bërë gjatë muajit gusht. Cilat javë sugjeron ti për të bërë pushimet, duke marrë parasysh dhe temperaturat? Nëse flasim për muajin ngusht, 15 ditë që i pari ti do të jetë mjaft i nxehtë me temperatura shumë të larta për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jenë në vijën bregdetare me temperatura që shkojnë mbi 37, mbi 38 gradë Celsius. 15 ditë që i parë i këtij muaji është mjaft i nxehtë. Nëse flasim për kushtet e modit, është mjaft i favorshëm, pasi të paktën deri në datës 15 intervalet e gjata me diell do të jenë dominante për të gjithë ata të cilët do të shijojnë vijën bregdetare, por jo vetëm për një pjesë të madhe të territorit shqiptar. 15 ditë që parë i këtij muaji, duke qenë se jemi në ndikimin e valëve të nxehtit, pritet që të sjellë temperatura të larta, por dhe mod të qëndrueshëm. Jashtim bëj vetëm zonat malore, kryesisht në verilindje të territorit shqiptar, ku her pas here pritet të kemi vizita të përkohshme nga rreshtet në formën e rebeshit. Ndërsa ata të cilët do duan
temperatura pak më të freskëta, të maksimume që luhaten rreth vlerës 35-36 gradë Celsius, pritet të jetë 15 dytë që i bytet më i favorshëm për ata të cilët do duan temperatura më të ulta, pasi gradualisht i bjerë tempi valveve të nxehtit dhe temperaturave të larta. Sigurisht që pastaj 10 ditë që i fundit, përveç se sjell temperatura pak më normale se këto që po përjetojmë momentalisht, shtohet risku për sa i përket rreshjeve, të cilat ka sinjale që të jenë prezente në territorin shqiptar. Dhe në momentet ku kemi prezente rreshjet e shiut, her pas here shoqërohen edhe me fuqizinë të parametrit të erës, çka bën që në vijën përkretare her pas here të ketë edhe dalltësim, i cili do të jetë shqetësues për të gjithë ata të cilët do duan të notojnë. A ka rrezik nga temperaturat e larta dhe cilat janë zonat më të rrezikuara për flak? Nëse flasim për sa i përket temperaturave të larta, jo vetëm ky muaj, por pothuajse i gjithë vera ka qenë ndikimi në këtyre temperaturave ekstremisht të larta. Dhe sigurisht, zonat të cilat janë më të ekspozuara si pasojë e zjarreve janë kryesisht qytetet e zonës së ulët, qarku Elbasanit, Beratit, Gjirokastra, zonat malore të Gjirokastrës, po ashtu te Pelena, maksimumet të cilat regjistrojnë mbi 40 gradë Celsius, bëjnë që toka të jetë mjaft e thatë, bimësia të jetë e thatë, pasi ka një, përveç se temperaturave të larta, kemi një kohë të gjatë ku nuk kemi prezente rreshjet e shiut. Dhe sigurisht që në momente ku nuk kemi rreshje e shiut dhe temperaturat e larta zgjasin për të paktën 15 ditë apo 20 ditë, sigurisht që shtohet rreziku për sa i përket vatrave të zjarrit. Zonat të cilat mbeten edhe më të ekspozuara janë kryesisht zonat malore në jug dhe në juglindje, pasi dhe temperaturat e ajrit, edhe pse në qarkun e Korçës maksimumet regjistrojnë rreth vlerës 36 në një zonë izoluar në 37 gradë Celsius, sigurisht janë temperatura shumë të larta sa vlera normale, rreth 10 apo 11 gradë më shumë se sa duhet regjistruar. Dhe nëse kjo situatë zgjat për një afat të gjatë kohor, sigurisht që bimësia thahet, mos prezencia e rreshjeve të shiut bën që ky koeficient të shtohet akoma më shumë i thatësirës dhe bën që zjarret të jenë lehtësisht të përhapen shumë shpejt, pasi duke qenë se terreni është mjaft i thatë dhe zjarri nxehet shumë më kollaj. E kuptoj. Tani unë do doja një këshill nga ana jote për të gjithë personat se çfarë të presin në muajin gusht, çfarë të reduktojnë dhe çfarë të kenë parasysh. Në fakt e mira është që për gjatë muajit gusht të paktën në këtë 15 ditë të parë të kenë kujdes lëvizjet në ambiente të zhveshura, pasi temperaturat të cilat regjistrohen në vlerën 41 apo 42 gradë Celsius sigurisht janë temperatura të matura në hije, nëse ne qëndrojmë të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, temperaturat e ajrit ndihen si edhe 6 apo 7 gradë më shumë në bazë të zonës ku ndodhet personi i cili dëshiron të lëvizë. Pra nëse temperatura regjistrohet 42 gradë Celsius, ajo do të ndihet si 49 gradë Celsius. E mira është që moshat e treta të fëmijët të evitojnë lëvizjet gjatë orareve të drekës, duke filluar që nga ora 10:30 e mëngjesit të paktën deri në 14 ditë. E mira është të evitohen lëvizjet e panevojshme, por jo vetëm moshat e treta, të gjitha moshat është e mira që gjatë këtij orari lëvizjet të jenë sa më të vogla, në afate sa më të shkurtra kohore, dhe sigurisht nëse ne do duhet të lëvizim pastaj. E mira është që të zgjedhim ambiente ku ka bimësi, ku është e mundur të ecim në hije, sigurisht nëse kemi një bidon me vete e ndihmon shumë trupin e njeriu që të suportojë të nxehtin, i cili të paktën do të qëndrojë edhe për 15 ditë në territorin shqiptar, nxehti ekstrem. Por jo vetëm gjatë orëve të mëngjesit, duhet patur kujdes edhe gjatë orëve të natës, pasi kemi një rritje graduale të temperaturave të ajrit edhe gjatë orëve të para të mëngjesit, dhe nëpërmjet duke bërë që pothuajse i gjithë 48 orëshi, 24 orëshi i ditës në territorin shqiptar të jetë mjaft i padurueshëm për trupin e njeriu, dhe nëse ne pastaj ekspozohemi edhe gjatë rrezetimit diellor, sigurisht që trupi i njeriu pastaj e ndjen shumë nxehtësinë. Po ashtu e mira është që edhe në vijën përkretare të ketë mjaft kujdes gjatë orareve të drekës kur futemi në ujë, pasi duke qenë se temperatura e trupit është dhe ajri shumë e lartë se ajo e ujit, bën që të kemi një diferencë shumë të lartë midis dy temperaturave dhe mund të ketë edhe fatalitete të cilat ndodhin si pasojë e këtyre lëvizjeve drastike të temperaturave të ajrit nga trupi i njeriu, që mund të ndijë në atmosferë temperaturën si po themi 43-44 gradë Celsius, nëse futemi në një temperaturë që është
24-25 gradë Celsius është një diferencë shumë e lartë dhe bën që është shtohet rreziku për sa i përket fataliteteve. Pastaj, të gjitha ata të cilët në 15 ditë që ne do të kanë lënë të bëjmë pushimet është një modësi më i favorshëm pasi dhe temperaturat e ajrit ju bie intensiteti tyre dhe janë të pranueshme për trupin e njerit. Akil, falenderoj shumë. Faleminderit ju. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.